Farë kohë ke nis me agjeru? Ku ma agjeru si i ri student, kur më konë dancë, ku me të thonë që për shembull për 10 shoqëni 7-8 kemi agjeru, ta shumica po jetojnë vetëm për shembull me gru, me djalë, me fëmijë, atëherë kemi jetu unë për shembull ku jetu në bashkësi të më antar familjes. Inshallah nuk më del shpirti për pa çovën. Ai që u shku me njerëz vet po, ato që shkojnë pa parë, se kanë interventa këtë ata në popull që thëmë Haxhi Belesh, Haxhi pa parë, ajo është katastrofë. Lume që e ka punën e mirë, jetën e mirë, edhe shku me mundim të vete. Ç'është kem? Mirë. Ç'ish po kalon? Mirë shumë. Me ardhe me djerthe? Po, ç'është, po kaloj si gjithë. Po, mirë shumë. Jemi në muajin madhërisëm të Ramazanit. Unë di që në Mitrovic shumica e praktikojnë me agjeru. Ti apo agjeron tash? Është e vërtet, Mitrovica një si qytet industrial, qytet i sportit, i kulturës, i gjithave, mirë po për Ramazan, dashta është numri 1 në Kosovë. Kam informata dhe regioni i Vushtrisë dhe Skenderaj shumë agjerojnë, a Mitrovica për qytetet më dha prind, aq sa di une jam tjetër lami, jam specialist i kirurgjisë, i mjekësisë, për shkaqe shëndetësore, si vjet s'ku mujt me agjeru, kom pas në intervenim, mirë po për ndryshe këtu edhe të ri, edhe të vjetër, xhamiat janë plot, adhurojnë muaj madhreshëm në Mitrovicë është shumë i respektuar, është shumë mirë se ardhen shkojnë me veti për iftare mrekulli, më ranë sy një plakat, një shpirt mirë e kishdan që një muaj ditë pital këtë Ramazanit ta janë falë, kjo është mrekulli për shtresën e varfër, për gjithë atje. Megjithatë këtu është dinamizëm, sidomos mas iftarit kur dalin mbrëmje gjallëni, qyteti është plot mbushur, është thjesht i mrekulli. Ramazani në Mitrovicë dhe në Prizren thonë që ka jeshi në krejt Kosovën. Këtë kohën tash që s'mundesh për shkaqe shëndetësore me mbajt Ramazan, a mundosh me kompenzu familje që më duru iftare? Ajo është individual, disa kanë thonë o gjallar që do të më pagu me para, unë mendoj që nuk është mirë, për shkaqe shëndetësore nuk është shëndeti nuk është pse ka pas në terrenin apo jo, mirë po ajo është për shembull me diabet ose sheqeri si quhet në popull, është smundje ka pas infarkt, ka pas gjakderdhje, ka me marr terapinë me kohë, ai në vërtet nëse agjeron, ai nuk ndihmon vetveten, po shkatron vetveten se me terapinë me kohë, kështu që ai që mundet me agjeru, e agjeron lume ai për veti. Nëse nuk mundet për shkaqe shëndetësore, ai është i falë nëse është gjëna. Ma mëkat është me agjeru me ndonjë sëmundje, ose nuk agjerohet vetëm me agjeru se me pa dikush, po agjerohet kur e ndin veten që të përgatitur për atë punë, edhe unë besoj që Mitrovica jem shembull për këtë punë. Ramazani është pastrim shpirtëror. Ashtu e thonë popull, pastrim se mendohet që në Ramazani është një sprovë, mazalla inshallah kur nuk do ndaj luftë, ndaj diçka, për shkak ku një muaj ditë nuk mund të marrë det ushqimi e krejt, e kjo kur vjen si një lloj agjerimi që organizmi forcohet, është shumë e rëndësishme për shkak të pin ujin më ngjas 4 deri në nesër nuk pin edhe nuk shtohet. I njëjti njeri për shkak fuqia vjen ditë. Farë kohë ke nis me agjeruti? Ku ma agjeru si i ri student, kur më konë dancë shkollën e mesme, kur kemi qenë me shoqëni, po me të thonë që për shembull për 10 shoqëni 7-8 kemi agjeru, ka pas në një për shkak që s'ka mujt për shumit agjerojnë. A kujtohet ai Ramazani parë si fëmijë? Pasi jo, po ajo mrekulli ato kanë qenë vëndesën këto me drita në për xhamia modhet, ato që është bo me orë, me atë orën që ke lënë për shembull, pas orës kanë pas, orë dorës kemi pas. Ka qenë rësh mirë, po jeshia, bukuria një familje, kur kanë qenë bashkësi, ta shumica po jetojnë vetëm, për shembull me gru, me djalë, me fëmijë, atëherë kemi jetu unë për shembull ku jetu në bashkësi të më antar familjes. 7 vllazën, 3 motra, nana, baba, krejt, 2-3 të martuar ato, 18 qaja për njerëz që të llogaritë për shembull çfarë bukurie, çfarë këse. Tjetër kohë kanë qenë, po çdo kohë i ka ato sendet e veta, karakteristikat e veta, tash për disa sende është më mirë, kushtet janë më të mira krejt, unë besoj që s'ka me pas problem. Cile ka qenë Ramazani më i vështirë që ke pasur në jetë, që ke pasur shumë të vështirë? Unë personalisht nuk moj men kështu që thonë këta kur ka rënë mund korrekt edhe gurse dhe mos për bujqësi, ta që punojnë
që prashit, që korë me kombaj grunen, që punojnë arën, fushën, krejt me agjeru shumë orë, në mujnë korregusht, kur është temperatura plus 30, o shumë shtirë, shumë shtirë, shumë shtirë. Korriku, gushti, a këta mujë për shambull, tash një vetë ku shekojmë, vjen mujnë shkurt ndimen, është edhe koha ma shkurt, edhe ujë flad, agjerime shumë ma i letë. Kretë vartë për kushtëve atmosferike. Zhegu i madhë, ka nevoj për ujë, është shumë shtirë. Se për ushqim njerë që në rëndë ma shumë, a pa ujë është ma fështirë. Gjatë kësaj periudë në jetë, e ka litur në ndonjë sprovë një jetë, në ndonjë ngjarje që ty sot e ki pasur vështirë me përballu? Kom pas për shembull se mjek që kanë mendu që ka vdek pacienti, ai ka qenë gjallë, ati i ka ra shtypja dhe ka ra imuniteti, i ka ra për shembull s'ka hangërte, edhe në moment ai duket sikur që s'po merr frymë që ka s'mu pi zemre, ai në vërtet ka pas hipoglikemi që e quajmë na në medicinë, apo ka ra niveli sheqerit, ata në perëndim për shembull iftarin e bojnë me hurme, se hurma është shumë kalorike, ose me një kokër sheqer, ose me llokom, ose me diçka. Kërkush nuk ban iftar me kësi buke me gullash, po ujë, sherbet, amëlti, një copë diçka, një copë e baklavës, një copë e sherbet, një lukë sherbet, për shembull ati na jep energji sikur me hangër 2-3 orë. Për shembull ushqimi kur ha tash mas 6 orëve jep kaloria, drejt për drejt, sidomos ai kur bëhet iftari bëhet me ujë, me llokom, me sherbet, me hurme, me këto që janë hurmja është edhe kalorike shumë edhe është. Thuhet që për që ata është edhe shenjtë hurme është shumë kalorike. Ka ndodhur njëri në luftë në Arabinë Saudite me 2 hurme 24 orë ka nejt, ka luftu edhe nuk është shtumbtu. Këto musliman që përkes fet, domethënë fesë muslimane, është domethënë në islam që ta vizitoj vendin e shenjtë, Mekën, ose të shkojnë në haxh. Unë po të respekt për juve është tjetër lamia, unë merrem me mjekësi, tjetër nuk muj me propagu, po ai vetë vend që është i shenjtë, ai tregon. Për çka quhet i shenjtë? Lume që e sheh, që ka mundësi me shku. Jo me shku me bë tregti, jo me shku për shkak të shku ujnati të tërkojna, as me shku me thonë me kompromitu dashmar që ka shpara me pagu, dikush shkon pa parë. Ai që u shku me njerëz vetë po, ato që shkojnë pa parë, se kanë interventa këtë ata në popull që thëmë Haxhi Belesh, Haxhi pa parë, ajo është katastrofë. Aja nuk është e mirë, edhe pse ndikush mundet më idhnu, po lume që e ka punën e mirë, jetën e mirë, edhe shku me mundim të vetën. Kështë mujti këtë obligim me kryu dhe tje, kështë pas shef me shku, venin në shenjtë. Une, haqo për gjë vetën në ajri, zakonisht të shumë ma të vjetër, po inshallah nuk më del shpirti për pa qovën. Kanderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Duroj më të mirat në jetë. Unë jam Vehbileku, kirurg, specialist i kirurgjisë dhe ortopedisë, doktor shkencë. Jam punu këtu 40 vite, tash jam privat. Punu në spitalin e Mitrovicës. Përshëndet, respekte shumë për ty.